Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kuvendi i Maqedonisë së Veriut votoi ndryshimet në përbërjen e qeverisë duke i dhënë mbështetje të plot emrave të propozuara për ministra të rinj. Secili kandidat mori nga 69 vota pro, ndërsa nuk pati asnjë vot kundër apo abstenim. Me këtë votim, ku të gjithë anëtarët e rinj të kabinetit morën mbështetje të njëjtë në kuvend, zyrtarisht përfundoi riorganizimi i qeverisë së Maqedonisë së Veriut. Më herët kryeministri i Maqedonisë së Veriut kërkoi besim për vazhdimin e një proces në të cilin shteti u ngrit sërish në këmbë, në të cilin i rindërtuam themelet dhe treguam se mund të ndërtojmë, të krijojmë dhe të fitojmë përsëri, tha Mickovski. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha nga Asambleja e Përgjithshme e Organizatës më të Madhe Politike të Qendrës së Djathtë IDC, CDI, propozoi ngritjen e një grupit posaçëm pune për kartelet e drogës dhe krimit dhe lidhjet e tyre me pushtetin. Si zëvendës presidenti i organizatës, Berisha shpreu shqetësimin se narkoshteti është kthyer në rrezik të madh për vendin dhe se Shqipëria nuk organizon zgjedhje por vetëm farsa elektorale. Sipas tij, Shqipëria është një nga narkoshtetet më të fuqishme në botë dhe ajo qeveriset nga organizata kriminale. It is the biggest exporter of cannabis in Europe, but Albanian drug cartels është eksportuesja më e madhe e kanabisit në Europë, ndërsa kartelet shqiptare të drogës janë transportuesit më të mëdhenj të kokainës nga vendet e Amerikës Latine drejt Europës, me siguri dhe ndoshta dhe drejt destinacioneve të tjera. Portet tona janë tërësisht në duart e karteleve të drogës, tërësisht. Prej 5 vitesh ose më shumë, në portet tona nuk është kapur as 1 kilogram drogë, sepse ato kontrollohen nga kartelet e drogës. Not a kilogram of drugs is catched in our ports because they are controlled by drug cartels. Deklaroi Sali Berisha. Ambasadori i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë Silvio Gonzato u bëri thirrje të rinjve shqiptar të mbrojnë gjithmonë të drejtat e tyre dhe të marrin në dorë të ardhmen. Ambasadori Gonzato zhvilloi një takim me të rinjt në Ring Camp organizuar nga Agjencia Kombëtare e Rinisë. Në bisedë me ta, ambasadori theksoi se të rinjt nuk janë thjesht përfitues të procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, por duhet të jenë ndërshtytësit kryesor të këtij procesi. Zhvilluam një bisedë të hapur dhe të sinqertë mbi mënyrën se si e shohin ata procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe pritshmëritë që kanë për të ardhmen e tyre në BE, u shpreh Gonzato. Po ashtu diskutime të fokusuan dhe tek mbështetja që Bashkimi Evropian u jep brezave të rinj, kompleksiteti i procesit të zgjerimit dhe mundësitë që ai sjell. Ish ministri i jashtëm i Kosovës Enver Hoxha përshëndeti rrugtimin e Shqipërisë dhe malit të zi në procesin e integrimit evropian, duke thënë se zhvillimet e sotme duhet të shërbejnë si një thirrje për reflektim për Kosovën. Duke folur për pozitën e Kosovës, ai ka theksuar se vendi ka humbur ritmin në procesin e integrimit evropian. Sipas tij, ndërsa vendet e tjera të rajonit po afrohen gjithnjë më shumë me Bashkimin Evropian, Kosova rrezikon të mbetet prapa në procesin e integrimit. Ministri i jashtëm i Serbisë Marko Đurić tha se vendimi për nisjen e dialogut strategjik mes Serbisë dhe Shteteve të Bashkuara është një nga zhvillimet më të rëndësishme në marrëdhëniet mes dy veteve në vitet e fundit. Sipas tij, vendimi i administratës së presidentit Donald Trump për bën një sinjal të fortë politik jo vetëm për Serbinë dhe institucionet e saj, por edhe për opinionin publik dhe institucionet shtetërore në Shtetet e Bashkuara. Në janar të këtij viti, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se një nga kërkesat e paraqitura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për fillimin e dialogut strategjik me Serbinë lidhet pikërisht me sektorin e energjisë. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.